Ju sa po thatë të themi karrierën e Zotit Braçe, Zoti Braçe edhe me ish-kryeministrin Nanot njerin ka bërë replika, sepse ka qenë gjithmonë nga ata politikanë që gjithmonë ishte frym tjetër pikërisht, por ama nuk të linçonte njeri dhe nuk të përjashtonte njeri. Tani më është po i njëjti Zoti Braçe, edhe pse ka 30 vite në politikë dhe ndër deputetët më të vjetër në atë parlament, në momentin që ai ka një mendim ndryshe, më me përvojë, edhe më përvojë le të themi, në kuptimin e përvojës e kisha, vjen momenti që ka një mendim ndryshe ose do të ofrojë një alternativë, duke marrë parasysh dhe kontributin e tij, meqenëse po flasim për kontributin në politikë, nëse ai është kriteri për të vlerësuar një kandidaturë ose jo, vjen momenti që në momentin ai e shfaq të vullnet, në zonën e tij elektorale nuk thirret në takim. Gaba, për ta vazhduar argumentin. Dgjoj, që në lashtësi, për shembull, romakët kishin një gjë që na ndihmon në argument, që quhej cursus honorum. Me thënë, ishte rrugtimi i nderimeve që një i ri ndërmerrte në jetën publike për të arritur në kulmin e karrierës vet. Dhe këtu, për shkak të liderizimit që kanë pësuar partitë politike, të rinjt shërbejnë më shumë për të justifikuar ose retorikën e shefit, që është ashensori i tyre në politikë kryesisht, fatkeqësisht vitet e fundit ka ndodhur kështu, që prej të paktën sipas meje, domethënë që pas 2008 s'ka pas një shpërthim të këtij fenomeni. Pra, kontrata nuk ishte më me zgjedhësit, por ishte me kryetarët. Pavarësisht se në qoftë se do të ndryshonte prap sistemi, prap roli i kryetarit në politikë, i liderit, nuk është se do ndryshojë në mënyrë të tejskajshme. Megjithatë, ka ndryshuar raporti i të zgjedhurve me zgjedhësit. Dhe kjo e ka bërë që të zbrazet demokracia e brendshme në partitë në përgjithësi, por më e rrezikshme sepse është kjo, sepse në qoftë se gabon Partia Demokratike, janë kostot e saj elektorale. Por në qoftë se gabon Partia Socialiste, janë kostot e gjithë dhe ne, sepse kur humbet raporti midis llogaridhënies brenda partisë dhe pastaj llogaridhënies në qeveri, atëherë jemi përballë një individi vetëm që bën si Caligula, vëkalin, që është metaforikisht një person i panjohur si ministër. Është një kolegu jon thotë shumë bukur që i bën ministra njerëz Zoti Rama, pastaj bën socialist këta përurjet e reja. Pra do të thotë ai është hapi tjetër. Ndoshta sa ashtu ka ndodhur dhe me atë vet. Po, por nuk mund ta ndaj me thikë, se kjo është procesi dialektikës politike. Po edhe kur është bërë Zoti Rama ministër vet, nuk vinte nga anonimati, se vinte nga një angazhim, karrierë artistike dhe publike. Publik, ishte një zë publik, opozitar, shumë i spikatur, shumë i fortë, shumë i vendosur, dhe për të nuk tha njeri kush është ky. Në këtë kuptim e kam unë, sa vrasëse është kjo pyetja, kush është ky në momentin që bëhesh ministër, që bëhesh deputet? Është fatale, kam përshtypjen që është fatale, sepse kur një ministër që ka përgjegjësi shumë të mëdha për jetën e gjithëve ne, dhe është kryesisht anonim dhe nuk i detyrohet llogaridhënia askujt përveç se Zoti Rama është i gatshëm të bëjë çdo gjë dhe pastaj kthehemi tek ajo që tha kolegu, nga kandidat për ministër bëhet kandidat për SPAK. Dhe ne kemi parë që janë të shumë në këtë rast. Dhe kjo është fatkeqësia, domethënë është e vërtetë që partitë politike kanë problematika dhe identifikojnë kryesisht me liderin, se për shembull nëse ne themi Shqipëria bëhet vetiu më vjen mendje Zoti Lapaj dhe më zbrazet nga kujtesa çdo kusht tjetër që mund të jetë aty, por aty ka një parti. Megjithatë, mënyra se si funksionon dialektika. Sabani nuk të vjen ndërmend. Jo,